Qeveria aktuale është qeveria shkatrimit të bizneseve të fermerëve shqiptarë. Në qoftë se ju i hidhni një sy statistikave zyrtare, ju do gjeni një rënje dramatike nga viti 2018 gjerë sot, një përgjysmim dhe më shumë se përgjysmim në blegtori, në sera dhe një rënje të ndjeshme të prodhimit bujqësor. Partia Demokratike do të bëjë gjithçka për suksesin e fermerit shqiptar. Së pari, do të subvencionoj për çdo prodhim, çdo fidan të mbjellur dhe çdo kokë bagti. Së dyti, do vendos sistemin simetrik të taksës, jo siç është sot asimetrik që ndëshkon fermerët dhe prodhimet e vendit. Së treti, do të krijoj Bankën e Zhvillimit me qëllimin kryesor, një projekt që i vitit 2012 që e kishim ne dhe tani e ka premtuar edhe krau tjetër, po le të marrë pjesë nga projekti se i zbatojmë ne vetë, s'ka nevojë. Por megjithatë, ne garantojmë fermerët se do vendoset sistemi kreditimit të butë për të gjithë fermerët përveç subvencionit. Subvencioni për çdo fidan, për çdo krerë bagti, për çdo njësi prodhimi, dhe ne do arrijmë në subvencione të barabarta me vendet tjera të rajonit. Partia Demokratike gjithashtu do të riorganizojë tërësisht konsultën dhe shërbimin ndaj fermerëve shqiptar. Do të ketë një kontroll të rrept mbi inputet bujqësore. Të mos ndodhë kjo që ndodh sot, që prodhimet tona kthehen nga eksportet. Shqipëria ka potenciale shumë të mëdha në të gjitha fushat e bujqësisë dhe blegtorisë. Prodhimet do mbrohen. Nuk ka vend në botë që nuk mbron prodhimet e veta bujqësore. Dhe nuk ka vend që dëmton tjetrin pse mbron prodhimet e tij. Edi Rama kreu një krim të shëmtuar me Ballkanin e hapur. Hapi kufit ndaj prodhimit të Serbisë dhe la në fush prodhimet e fermerëve shqiptar. Kjo merr fund. Ballkani i hapur pas datës 11 maj nuk ekziston. Nuk ekziston. Nuk jemi ne kundër tregtisë së lirë, por ne jemi kundër tregtisë ku njeri të hap dyert dhe tjetri të vërshoj dhe të mbys tregun e tij. Kjo nuk është tregti e lirë. Tregtia e lirë ka norma. Në qoftë se Serbia ka investuar tek fermeri i saj, po marr një shifër arbitrare, 1.000 euro për hektar, Shqipëria ka investuar as 10 euro për hektar. Natyrisht këto fermerë nuk mund të krahasohen, nuk mund të barazohen njëri me tjetrin. Dhe ky që ka marrë vetëm 10 euro nga shteti krahasuar me atë që merr 1.000 euro, ky kërkon një mbrojtje. Përndryshe ky s'mund të ekzistojë. Por ky do ekzistojë. Shteti i pari do të rrisë subvencionin, së dyti do mbrojë shitjen e prodhimeve.